Të nderuar shikues, përshëndetje, po njohim me fleshin informativ në zjarr televizion. 20 vjeçari Sokol Njaça e ka pranuar përpara hetuesve në ambientet e policisë së Shkodrës se ai është autori vrasjes së 2 turistëve çek mbrëmjen e së premtes. Ai ka treguar se u fut në makinën e turistëve në kërcënimin e armës në fshatin Lodaj. Sipas tij, pranë fshatit Prekal, çeku Michel Sevans tetoi që t'i merrte armën dhe ky ka qenë edhe momenti në të cilën ai ka shkrepur kallashin ndaj të dyve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Luj, ka bërë thirrje politikës shqiptare dhe shoqërisë civile të bashkohen për të luftuar korrupsionin në drejtësi, pasi sot numërohen vetëm 3 gjyqtarë të dënuar për këtë vepër penale. I pranishëm në tryezën konsultative për reformën në drejtësi që po zhvillonte Lu, ka theksuar rëndësinë e reformës në drejtësi, teksa nënvizoi se korrupsioni është plaga që duhet kuruar. Në fjalën e tij, ambasadori amerikan u shpreh se sot lexohen edhe vëre raste shokuese të vendimeve në drejtësi. Joja për propozimet e kreditorëve të Greqisë për masat e reja shtrënguese fitoi me 61.31% të votave kundrejt 38.69% sipas rezultateve pothuajse përfundimtare të publikuara sot nga Ministria e Brendshme. Kryeministri Aleksis Tsipras nënvizoi se mesazhi jos nuk ishte një shkëputje me Bashkimin Evropian dhe siguroi se do të ishte i hapur për arritjen e një marrëveshje sa më shpejti jetë e mundur dhe rivendosjen e sistemit bankar grek. Ministri grek i financave Yanis Varoufakis ka thënë ndërheqjen nga posti i tij pas rezultatit të referendumit të së dielës, që refuzoi edhe masat e kërkuara nga huadhënësit në këmbim të ndihmës ekonomike. Me anë të një postimi në Twitter ditën e hënë, ai bëri të ditur se ministrat e Eurogrupit i kanë lënë të kuptojë se mungesa e tij do të vlerësohej shumë dhe se për këtë arsye do të jetë edhe një ministër i munguar i financave. Në Tiranë u hap sot konkursi për transformimin e hyrjes së parkut të liçenit. I pranishëm në këtë takim ka qenë edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se projekti fitues do t'i hapë rrugën programit të ri transformues për të gjithë parkun e integruar në Tiranë. Do të krijojmë një hapësirë të përbashkët mes hapësirave të ndara ekzistuese në kryeqytet Tarama, ndërsa ka shtuar se për këtë konkurs ende janë shprehur interesa të shumë studiove të huaja që i falenderojnë për ardhjen e tyre në Shqipëri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vijojë edhe ditën e hënë me miratimin e rezultateve për kryebashkiak dhe këshilltar. Mbledhja sot me KQZ-s pritet të certifikojë rezultatin e votimit të Bashkisë Shkodër, të Bashkisë Lezhë dhe Bashkisë Lushnjë. Ndërsa javën e kaluar, KQZ shpalli fituesit për postin e kryetarit në disa bashki të vendit, përkatësisht në bashkinë e Durrësit, Fierit dhe të Kamzës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë të ditur se tema më e vështirë e cila po negociohet me delegacionin e Serbisë në Bruksel mbetet asociimi i komunave serbe. Kryeministri kosovar ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se normalizimi sa më i shpejt i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është edhe faktor i rëndësishëm jo vetëm i së ardhmes europiane të Kosovës, por edhe i përqendrimit në zhvillimin e saj ekonomik dhe social. Diplomatët e lartë amerikanë dhe ata iranian u takuan ditën e diel për të 6 ditë radhasi në përpjekje për arritjen e një marrëveshje përfundimtare bërthamore. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Zarif po përpiqen të arrijnë marrëveshjen përpara ditës së martë, që është edhe afati i fundit sipas së cilës Irani do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit dhe si shpërblim do të përfitojë heqjen e sanksioneve ose zbutjen e tyre. Të nderuar shikues, duke përfunduar këtë flesh informativ lajmesh, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë.